me të dhënat e reja që merresh. Sot Rama është problem europian që po destabilizon, më dëgjoj me vëmendje, Europën. Rama, i Vockli, i këtij vendi të vogël, po destabilizon gjithë Europën. Ky që duket psikopatit, do ja shpjegoj do bindeni. Po destabilizon Europën ka shumë kuptim si fjalë. Titulli i emisionit sot është i çuditshëm. Si e ka emrin e Shulli Sazanit. Emri i ri i Shulli Sazanit është Ishulli Samson. Fiksoni këtë fjalë, Ishulli Samson. Në manualet e Europës, në manualet ushtarake të Europës. Tu po hym temë tani, Në qendrat gjeopolitike nuk thuhet më Ishulli Sazanit, po quhet opsioni Samson. Quhet destabiliteti më i madh i historisë së Europës moderne mbas luftës së ftohtë. Mbamën pashalimanin e traktatit të Varshavës që kishte 12 ndece. Me 12 ndece ka shpeshën bukur aktori jon Pitarka i nderuar dhe i ndjer, kur thot me 12 ndece unë i fus një të çar Italis, një të çar, e ke parasysh filmin ball për ball. Ajo që thot ai shumëzoi me 1 milion. Me Shulli Sazanit. Të jo shpjegoj sot. Disa kanë kuptuar se e din që është opsioni Samson. Problemi që ndron që Rama nuk e nisi me këtë. I kishte filluar të trajtojë si problem pak nga pak për shkak të kokainës. Pasi kishte shkatërruar të gjithë ekosistemin europian të paraspisët dhe të trafikut kokainës. Duke si thosh çekuilibruar të gjithë ekosistemet dhe kënetat e parave të pisat e Europës. Duke bërë lëmsh. Kishte turbulluar ekuilibrat që vendosen në kohë, në hapësirë, në bazë të interesave që ka çdo vend. Pasi njerëzit janë të qartë, krimi, politika dhe financa janë gjithmonë bashkë. Gjithë jetës kanë qenë, janë dhe do të jenë. Kudo në botë, është ai filmi Oktapodi që e shpjegon më perfekte. Gjithmonë krimi, financat e mëdha dhe politika janë bashkë, kudo në botë. Krimi pastaj vjen emra sa dush, fiskal, korruptiv, kokain, armë, ç'a dush ti pastaj, nuk ka rëndësi. E rëndësishme që kështu